për fëmijët nën moshën 15 vjeçare pas një plagosje fatale në një shkollë në Francë. Macroni tha në një intervistë se shpreson që të shohë rezultate në këtë aspekt brenda disa muajve të ardhshëm. Nëse kjo nuk funksionon, ne do të fillojmë që ta bëjmë këtë në Francë. Nuk mund të presim, tha ai, disa orë pas një plagosje fatale në një shkollë të mesme në Nogent. Presidenti francez tha gjithashtu se këto rregulla mbështeten nga ekspertët. Platformat e kanë aftësinë për ta vërtetuar moshën. Bëheni këtë, shkroi ai. Komendet e Macronit vinë në kohën e një vale masash në shtete përreth botës me qëllim të kufizimit të përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët. Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për zgjidhjen e problemeve në marrëdhënie dypalçe do të zhvendosen nga Stambolli në Moskë, tha ambasadori i ri rus në Washington. Rimëkëmbja e marrëdhënieve ruso-amerikane ende ka një rrugë të gjatë, tha ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara Aleksandr Darkev. Sipas tij, afrimi i qëndrimeve po ngadalësohet nga jashtëquajturi Deep State dhe skifterët antirus në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë mund të konfirmoj se bisedimet e ardhshme të delegacioneve do të ndodhin në të ardhmen shumë të afërt në Moskë, citohet këtë thënë ambasadori rus. Lufta në Ukrainë e nxiti përplasjen më të madhe mes Moskës dhe perëndimit që nga lufta e ftohtë. Diplomat të lartë në Moskë e Washington i thanë agjencisë Reuters vitin e kaluar se nuk u kujtohej ndonjë kohë kur lidhjet kanë qenë më të këqija se këto. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje tregtare me Kinën, nga e cila do të marrin magnet dhe minerale të rralla, ndërsa tarifat për Kinën do të shkojnë në 55%. Në detaje të tjera, Trump ka treguar se SBA-ja do t'i ofrojë Kinës atë që u ra dakord, përfshirë lejen për studentët kinezë që të ndjekin kolegjet dhe universitetet amerikane. E gjitha kjo, sipas mediave amerikane, shënon një kthesë të papritur, pasi presidenti republikan kishte nisur së fundmi një ashpërsim të masave ndaj pranisë së shtetasve kinez në kampuset universitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë edhe tarifat e reja prej 55% përbën një rritje të ndjeshme krahasuar me normën 30% që ishte caktuar gjatë bisedimeve të majit në Zvicër. Zhvillimet në botë do t'i bashkëbisedojmë me kënaqësi me zotin Emilio Çika. Zoti Çika, faleminderit që erdhe. Profesor, doja që ta nisnim paraprakisht me vizitën e Aleksandr Vučić. Mua më të roqi vëmendjen. Pastaj e bëra një farë lidhje historike për sa i përket marrëdhënieve të Ukrainës edhe Serbisë. Megjithatë, pikpyetje e madhe duke pasur parasysh duke vendosur në kontekstin e luftës edhe konfliktit. Për çfarë ka shkuar Aleksandr Vučić në Ukrainë? Për ta mbështetur atë kundër Rusisë? Shikoni, është e vërtetë që ka, përveç se qëndrimeve të paktën që janë zhvilluar apo kanë qenë pozicionimet që kanë mbajtur Serbia gjatë luftës 3 vjeçare, ka një historik, është e vërtetë, në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, të cilat lidhen me aspekte të ndryshme që nga ato, do thoshja unë, të panslavizmit, qoftë në ato të marrëdhënieve tradicionale që ka patur edhe me Ukrainën që pas viteve 90, ashtu edhe me marrëdhëniet ekonomike apo edhe shkëmbime ushtarake, si edhe me ato të cilat lidhen me, do thoshja unë, me rolin që do të ndërmarrë Serbia në marrëdhënien apo në polaritetin apo bipolaritetin që ka me Federatën Ruse. Dua të them këtë. Ka patur të paktën kohët e fundit një apo diskutime të vazhdueshme apo edhe teza se ka pat një ftohje ndërmjet Serbisë dhe Rusisë, apo ka patur edhe teza në ato të armatosjes apo dërgimit të armëve gjatë konfliktit këtij konflikti të fundit dhe luftës në Ukrainë, të cilat ka pat dhe një reagim gjithashtu edhe nga pala ruse në lidhje me këto veprime të Rusisë. Por duhet parë edhe roli apo çfarë synon Serbia. Serbia është në një pozicion që duhet të jetë si aleate me Europën, ashtu aleate edhe me botën ruse në të rësi. Dhe jo vetëm ruse, ato edhe një aleate e rëndësishme për shembull edhe me Kinën.
gjë që mban lidhje ose domethënë rolin e saj e vendos si një pol të veçantë në marrëdhënie me faktor të tretë ndërkombëtar. E dyta, duhet thënë që presidenti Vučić është edhe në një pozicion politik të rëndësishëm. Së shpejti do kemi zgjedhje në Serbi. Pra, dhe zgjedhje të cilat janë të detyruara për arsye të protestave, të cilat kanë ardhur si pasojë e presionit studentor apo edhe të masave popullore, të cilat lidhen me pakënaqësinë kundrejt politikave të tij, të cilat gjithashtu vjen edhe si pasojë e qëndrimeve të tij deri diku do thoshja kontradiktore në një pikë me Europën. Rrjedhimisht përpiqet që të mbaj pozicionime të reja, një figurë të reja apo të serviri politika të reja edhe brenda nëpërmjet politikës së jashtme edhe brenda Serbisë. E dyta dhe e treta më saktë, duhet parë që situata në luftën në Ukrainë deri diku do filloj që të marri një, ndoshta jo zgjidhje, po një drejtim, se ku do shkoj. Ashtu siç edhe paraqitët edhe ju, ka diskutime apo diskutimet qoftë publike, qoftë ato publike, po ndodhin ndërmjet aktorëve kryesor, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse. Dhe në këtë kontekst dhe duke ndjer ato ndoshta ndryshimet që do vinë, edhe vetë presidenti Vučić përpiqet që të ketë një rol, një zë, një pozicionim tjetër nga ai tradicionali deri tanishëm. Megjithatë, duhen parë edhe ato që do jenë deklaratat e tij. Absolutisht, po duhen parë dhe qëndrimet të cilat do paraqesin në vizitën e tij dhe dua të kësoj një paralelizëm në këtë kontekst që nuk është i vetmi vend i cili përpiqet që të shfrytëzoj konjunkturat politike ndërkombëtare. Të njëjtën gjë bën edhe ka bërë dhe Turqia. Ka qenë aleate dhe është aleate me Rusinë, ashtu siç është aleate edhe me Ukrainën, duke mos humbur rolin e ndikimit qoftë e njëra, qoftë e tjetra. Serbia nuk është në pozicion të tillë për ta bërë këtë gjë, qoftë për arsye të rëndësisë së saj strategjike, gjeostrategjike, pozicionimit të saj, por sigurisht është një vend i cili mund të nga kjo situatë mund të përfitojë. E kuptova. Për aq kohë sa Ukraina nuk njeh Kosovën, Serbia patjetër që nuk hapse dhe aprish marrëdhënien me Ukrainën edhe për faktin se Vučić është në pozita as pak komode, po çfarë flet për Ukrainën fakti që Kosova nuk ka pasur ftesë, çfarë flet për Ukrainën që nuk njeh ende Kosovën, ashtu siç është Ukraina sot viktim, ka qenë dikur Kosova. Pra, a ka një mos koherencë në qëndrimet e Ukrainës? Shikoni, Ukraina ashtu si edhe vendet të tjera europiane apo jo europiane, nuk e njohin Kosovën. Nuk e njohin de jure Kosovën. Kjo do të thotë që nuk kanë njohje de facto me njëra tjetrën dhe mosnjohja vjen për arsye ndërkombëtare të cilat në përgjithësi lidhen me ato që janë pakicat brenda vendeve apo ato që janë traditat e brendshme të një vendi në lidhje me skizmat e brendshme që mund të ndodhin në territorin e tyre. Këto janë kryesisht arsyet se pse vendet të caktuara nuk njohin Kosovën. Rasti është i tillë është i Spanjës, rasti i tillë është i Rumanisë. Raste të tjera gjithashtu në Europë janë pikërisht për arsye të këtij kazusi që ekzistojnë brenda këtyre vendeve dhe për mos t'i dhënë krah në një farë mënyre apo shtytje apo edhe mbështetje forcave të tilla brenda vendeve të tyre, nuk njohin ato që është një realitet ndërkombëtar siç është Kosova. Në një aspekt të përgjithshëm. Në aspektin konkret, duhet thënë që edhe pse Kosova ka qenë një ndër mbështetësit modest, që mund të jetë se mundësitë e saj këto janë, për kundrejt Ukrainës, duhet thënë nga ana tjetër që
nuk është përkthyer me atë që është njohja, u prit shumë, madje u diskutua që mund të kishte një njohje, u diskutua që mund të kishte edhe një shpallje të njohjes në momentin kur presidenti Zelenski vizitoi Shqipërinë, nëse mbani mend, ka patur teza të tilla, gjë që nuk ndodhi. Dhe besoj se njohja de jure e Kosovës nga Ukraina është një tezë e cila është e vështirë për të zgjidhur dhe është e vështirë dhe për të dhënë nga Ukraina, sepse pikërisht për arsyet që ju thash më përpara dhe akoma më shumë në momentin që Ukraina përballet me shkëputje të territorit apo edhe me tentativa për shkëputje të territorit, siç është pushtimi i thuaj se 20% të territorit të saj. Profesor, pak më parë the konflikti midis Ukrainës edhe Rusisë po shkon drejt zgjidhjes apo drejt çeshimit për të futur në kanale marrëveshje. Do filloj të ketë një pragmatizëm nga të dyja palët për t'i dhënë një zgjidhje. Shikoni, fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse shpeshherë me presionin e tyre apo mos presionin e tyre, apo edhe me ato që janë deklaratat e drejt për drejtat të cilat janë qoftë për mbështetjen e një zgjidhje, qoftë për ndoshta lodhjen e tyre me situatën, janë presioni i vazhdueshëm, është e vetmja garanci që mund të vendosi këto dy vende në një tryezë dhe për të bizetuar më tej për atë që është memorandumi apo memorandumet të cilat duhet të diskutojnë dhe të fillojnë të firmosin me njëra tjetrën. Dakord, po ky presioni për të dyja palët më duket se ka prodhuar sulme të ndërsjellta, sulme vdekjeprurse, vrasëse. Shikoni, deri në momentin që do ketë një firmosje të një marrëveshje, mos të presim që do ketë në një ndryshim në atë që është pozicionimi i të dyja vendeve kundrejt njëra tjetrës dhe akoma më tej duhet parë që sa më shumë i afrohemi një zgjidhje po e vendos unë dhe po e them, aq më shumë të dyja vendet po përpiqen që të fitojnë karta negociuese. Dhe kartat negociuese që mund të kenë është për Rusin shtrirja e ndikimit të saj në 4 rajone, madje ditët e fundit ka një përparim në ato që janë marrja e territoreve të reja nga Rusia dhe akoma më tej Ukraina nga ana tjetër tregon ato që janë kapacitetet e saj dhe mundësitë e saj me sulmin që kreu ditët e fundit në kryesisht kundrejt flotës së aviacionit ushtarak, tregoi ato që janë kapacitetet e saj logjistike apo edhe ushtarake të vetme të saj. Duke thonë që nuk ka qenë në një bashkëpunim me të paktën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Europa nuk ka mbajtur një pozicionim, ka mbështetur apo jo, ka qenë në mbështetje apo jo të planifikimit edhe kryerjes së këtij sulmi. Megjithatë, mendohet dhe në ato që janë analizat qoftë ushtarake, qoftë të sigurisë që ka patë një mbështetje të paktën nga një pjesë të mirë të vendeve të NATO-s, janë pjesë e aleancës Angli, Francë, Gjermani? Nuk mund të... Sigurisht këto janë vendet të cilat janë kryesore dhe me mbështetjen kryesore. Nëse do shohim edhe ditët e fundit. Rusia ka nxjerrë atë që është lista apo updatimi i listës së vendeve armiqësore kundrejt saj. Ukraina është në vendin e tretë. Vendi i parë që është më armiqësori për Federatën Ruse është Gjermania. Dhe nuk është rastësore renditja. E dyta Anglia në mos gaboj? Apo Franca? Ishte Anglia dhe pastaj vinte Ukraina. Tani, që se po flasim për diplomaci, ambasadori rus në SBA thotë se takimi i radhës për marrëdhënien midis Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo për Ukrainën, do të zhvillohet në Moskë. Tani, pyetja ime është kjo. Sot, në 2025, në cilën pikë janë marrëdhëniet SBA-Rusi, e lëmë mënjan Ukrainën dhe duhet presim një, le themi, marrëveshje midis këtyre dy vendeve për të pasur një sukses në Ukrainë, apo suksesi në Ukrainë dhe paqja mund të arrihet edhe pa pasur progres në marrëdhëniet diplomatike të SBA-s dhe Rusisë? Shikoni, është e pashmangshme të paktën deri në atë që është administrata e para amerikane, para presidentit Trump, të flitej për një marrëdhënie të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Federatën Ruse, pa qenë
Ukraina në mes. Sot jemi në një kontekst tjetër, ku presidenti Trump ka ndjekur një, do thoshja, unë strategji të re, plotësisht, atë të komunikimit të drejt për drejt me Rusin dhe presidentin Putin, gjë që sell apo shmang deri në një farë pike atë që është Ukraina. Por kjo nuk do të thotë që shmanget plotësisht. Sepse është pa çka reduktimi të ndihmës. Edhe madje sot po dëgjoja sekretarin e jashtëm të Amerikës që fliste për një reduktim të mëtejshëm të ndihmës ushtarake kundrejt Ukrainës. Kjo nuk do të thotë që nuk është në mbështetje apo nuk ka furnizime me armatime të kundrejt Ukrainës. E para kjo. E dyta duhet parë në kontekstin e ombrellës së sigurisë si të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe të Europës. Por që ka një marrëdhënie të drejt për drejt tashmë dhe ka një ndoshta jo normalizim, po rikomunikim në nivele të larta politike ndërmjet dy palëve dhe janë vendosur kanale tashmë të nivelit të lartë, pra kemi telefonata, bashkëbizetime ndërmjet figurave më të larta politike, dy presidentëve të dy vendeve, kjo do të thotë shumë, që në aspektin e atij që është konteksti ndërkombëtar dhe të qasjes më realiste të mbi situatën, do të thotë që dy fuqitë e mëdha, dy superfuqit, mund të merren vesh dhe mund të shkojnë në një zgjidhje, të cilat mund të ose me sa duket mund të jenë edhe të imponuara për palët e tjera, pra të imponojnë ato që janë vendimet e tyre palëve të tjera. Është thënë kjo, nuk është diçka e cila nuk është thënë, është thënë, janë mbajtur qëndrime politike në lidhje me këtë që në momentin që ne të dy si palë mund të zgjidhim një situatën në ato që është konvencioni i dy fuqive të mëdha, fuqitë e tjera do duhet që të pranojnë zgjidhjen dhe nëse nuk do e pranojnë, janë të detyruara që ta pranojnë. Ka forma të tjera të diplomacisë, të cilat detyrojnë vendet për të ndjekur ato që janë politikat e shteteve të mëdha. Kjo është diçka e cila ka ndodhur për herë në ato që janë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe ndërkombëtare. Ka raste kazuse ndërkombëtare në të shkuarën, të cilat kanë treguar që fuqitë e mëdha janë ato të cilat vendosin dhe imponojnë politikat e tyre. Si për mbarimin, apo sellim në kujtesë, fuqitë e mëdha kanë qenë ato të cilat kanë vendosur Europën e pas luftës së dytë botërore. Nuk u pyetën shtetet e vogla se si duhet se si do ose kahun nga do mbanin, apo se si do pozicionoheshin. Thjesht u gjendën nga dita në ditë brenda një realiteti politik. Kështu që nuk e di a do shkojmë në këtë zgjidhje, megjithatë faktet tregojnë që diskutime ndërmjet dy palëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë nga ana tjetër, në qoftë se do prodhojnë një moment që do shkoj drejt zgjidhjes së konfliktit, drejt zgjidhjes së luftës dhe do prodhojnë një moment politik që do shkojnë në një armëpushim të qëndrueshëm, nuk shoh asgjë negative në këtë situatë. Besoj i ekspozuar nëpërmjet rrjeteve sociale për konfliktin midis Trump edhe Musk. Ja vlen që të komentohet apo? Shkoni, u tregua ose më saktë do i referohem diçkaje që është apo një titulli të një gazete perëndimore, u thoshte që Masku mësoi më së miri atë që është realiteti ndërkombëtar apo realiteti brenda në marrëdhëniet me pushtetin, që kur ato që janë pushteti ekonomik nuk arrin dot të imponohet pushtetit politik. Dhe silleshin shembuj nga e gjithë bota, qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina, qoftë nga vende të tjera, ku pushteti ekonomik shpeshherë është përpjekur për të imponuar pushtetit politik dhe nuk e ka arritur. Dhe deklarimet e sotshme në mos të paktën unë i kam lexuar sot të Musk kanë qenë për një tërheqje të tij kundrejt
sulmeve që ka patur kundrejt presidentit Trump, duke deklaruar që e kalova masën në ato që janë deklarimet apo qëndrimet e mia kundrejt tij. Kjo që bën edhe akuzën për aferë seksuale? Shikoni, këto janë çështje të cilat pastaj shkojnë, janë çështje të drejtësisë dhe... Po patjetër, a duhet marrë seriozisht kur dalin nga goja e Elon Musk? Shikoni, Elon Musk ka mbajtur që është një figurë kontroverse, duhet thënë, i cili ka mbajtur si qëndrime politike, ashtu edhe financiare, ashtu edhe do thoshja unë të ndikimeve globale. Por jo gjithmonë ka qenë koherent me qëndrimet e tij apo me deklaratat e tij në të shkuarën. Në të ardhmen nuk e di. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni, do t'i kujtoj edhe një herë se për lajmet më të fundit nga vendi, bota, por gjithashtu edhe rajoni, mund të klikoni website-in e euronews.al. Mos u largoni, vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Ujeza Doshlani, bashkë përshëndetemi këtu. Shkarko tani aplikacionin Euronews Albania për lajme me besueshmëri, pa anshmëri.